Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që hanë një vezë të zjerë në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Të ngrënit vezë në mëngjes sjell një mal me përfitime shëndetësore, fal proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme që posedon. Këto janë arsyet kryesore pse duhet të hani vezë të zjera çdo mëngjes dhe rëndësia ushqyese e tyre. Sipas Bright do të rëndisim disa nga përfitimet unike të shëndetit tuaj që do të marrë nga konsumi vezëve çdo mëngjes. Vezët ju mbajnë të ngopur për një sasi më të gjatë kohore se sa tosti dhe drithrat e tjera. Proteina dhe yndyrat e vezës sigurojnë nivele të larta energjie duke ju mbajtur juve të ngopur deri në vaktin ushqimor të drekës. Vezët ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen tuaj të peshës, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme edhe në menaxhimin e kësaj problematike. Vezët e zjera janë në një zgjidhje shumë e mirë sepse studimet tregojnë se njerëzit që hanë vezë në mëngjes kanë më shumë të ngjarë të humbasin peshë se sa njerëzit e tjerë të cilët hanë ushqime të vakta në vaktin e parë të ditës. Vezët janë në një burim shumë i mirë i proteinës, element ky shumë i rëndësishëm në menaxhimin e problematikës suaj dhe sjelljen e rezultateve më të mira ushqyese. Vezët përmbajnë sasi të mjaftueshme në plotësimin e nevojave ditore me proteinë, si aminoacidet ashtu dhe proteinat janë të vlefshme në menaxhimin e shqetësimeve tuaja. Proteina është një element i rëndësishëm ushqyes i cili nuk duhet të mungojë asesi në dietën tuaj, duke ditur rëndësinë që ajo ka si në forcimin e muskujve, në rritjen e masës muskulare, ashtu dhe në mbajtjen e trupit më të ngopur. Veza do ju ndihmojë në zhvillimin e trurit dhe të mendjes. Kolina, ushqyesi esencial që gjendet kryesisht te veza, stimulon kështu funksionin e tij, dhe vezët janë në një zgjidhje mirë ushqyese në këtë aspekt, duke sjellë rezultate të kënaqshme në menaxhimin e shëndetit tuaj të trurit. Vezët do ju ndihmojnë në përmirësimin e niveleve të shikimit, duke sjellë edhe shumë vlera të larta ushqyese në këtë mbrojtje. Të dyja antioksidantët që ka në vezët, siç është luteina dhe zeakanthina, mbrojnë syt kryesisht nga dëmtimi i rrezeve ultraviolet. Gjithashtu, ushqime të tilla do të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin e syve, duke ndikuar pozitivisht në mbrojtjen e tyre dhe në parandalimin e komplikacioneve të shikimit. Veza duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja, duke ditur edhe përfitimet që ofron. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi shumë të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e vezëve të zjera, që do të sjellin kështu rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e organizmit tuaj. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrat që përdoren në skuqe do të rrisin ndjeshëm kolesterolin tuaj. Ekspertët thonë se vezët e zjera janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj, dhe si të tilla duhet të jenë pjesë integrale e vazhdueshme e dietave tuaja. Ekspertët thonë se konsumi 1 deri në 2 vezëve në ditë do t'i sjellë trupit përfitime të panumërta. Vezët janë të pasura edhe me yndyrna të shëndetshme. Vezët e zjera përmbajnë yndyra të mira të cilat ndihmojnë edhe në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin kështu edhe rrezikun e problemeve tuaja të zemrës, dhe janë në një zgjidhje mirë ushqyese për të përmirësuar imunitetin dhe për të parandaluar gjithashtu komplikacionet. Ekspertët vazhdimisht thonë se vezët e zjera duhet të jenë pjesë integrale e dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë ushqyese që ato kanë. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë të vazhdueshëm për proteina, në mënyrë që të forcojë muskujt dhe shëndetin në tërësi. Por mbi të gjitha, proteina ndihmon të gjitha organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme dhe të parandalojnë gjithashtu komplikacionet. Vezët janë të mira edhe për shëndetin e kockave, duke ndikuar pozitivisht në mbrojtjen dhe forcimin e tyre. Vezët e zjera janë të pasura kryesisht me vitaminën D, vitaminë kjo e cila është shumë e rëndësishme
edhe në përthithjen e elementëve ushqyes për kockat dhe dhëmbët tuaj gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti juaj i trupit të marrë përfitime unike dhe të parandalojë gjithashtu komplikacionet që ati i kanosen. Vezët e zira mund t'i kombinoni gjithashtu edhe me sallata ose me produkte të peshkut, duke ditur përfitimet që ato kanë, do të jenë një zgjidhje unike me dobi të plota për shëndetin tuaj. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të zjera, duke ditur kështu edhe përfitimet që ato do të ofrojnë. Vezët e zjera janë të pasur edhe me proteina të shkëlqyera, ato janë të larta në vitamina, në minerale, madje edhe në yndyrna të shëndetshme. Përfshirë këtu vitamina A, vitamina B, B12, vitamina D, jod dhe folat. Element këto është shumë të vlefshëm në rritjen e përfitimeve të shëndetit të trupit tuaj. Gjithashtu, të vegjëlit mund të konsumojnë një vezë në ditë pa u frikësuar shumë për problemet që mund t'i kanosin organizmit të tyre. Veza është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në çdo aspekt. Duke ditur përfitimet e saj për organizmin, ju do të merrni edhe një zhvillim të mirë të shëndetit tuaj. Një rritur tipik i moshuar mund të hajë 1 deri në 2 vezë në ditë, pa u shqetësuar shumë për nivelet e kolesterolit, por duhet të dini se vezët janë një zgjidhje përkatëse edhe me përfitime të larta unike për shëndetin e zemrës. Gjithashtu, ato janë një zgjidhje e pasur me vitaminën B ose edhe me vitaminën D, element këto shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Tek vezët do të gjeni kalori, proteina, sheqerna dhe element ushqyes shumë të vlefshëm, çka do të sjellin rezultate të dukshme ushqyese në dobi të mbrojtjes së trupit tuaj. Veza vazhdimisht duhet të jetë pjesë e recetave tuaja të përditshme. Qoftë në vezën e zier, ju do të keni përfitime të mahnitshme duke ditur edhe rëndësinë e saj. Vezët e ziera janë të mbushura me shumë ushqyes vital, nga proteina për ndërtimin e muskujve deri te vitamina B. Gjithashtu, vezët përmbajnë edhe yndyrna cilësore. Vezët e ziera do të përmbajnë edhe yndyrna të cilësisë së lartë, që do të sjellin rezultate më të kënaqshme në dobi të shëndetit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 vezëve në ditë, pa u shqetësuar shumë për nivelin e këtyre yndyrnave. Një vezë në mallësi mesatare përmban 10% të konsumit ditor të vitaminës D, e cila është veçanërisht shumë e rëndësishme për organizmin dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezës në dietën tuaj. Duke ditur rëndësinë e saj ushqyese, do të keni gjithashtu përfitimet unike që një vezë mund të ofrojë në shëndetin tuaj. Vitamina D është një faktor i nevojshëm për absorbimin e të gjithë elementëve ushqyes, dhe kështu përfshirja e vezës do të jetë një ndihmë shumë e mirë. Një vezë e zier përmban 6 gram protein, duke e bërë atë një nga aleatët më të mirë të përkryer për të ofruar edhe një mundësi më të lartë për të rritur rendimentin e stërvitjes, duke sjellë kështu përfitimet e saj unike edhe në rritjen e vlerave të trupit. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të ziera mirë në mënyrë që të keni edhe përfitimet më të mira dhe të veçanta. Gatimi i vezëve të ziera do të ruajë shumicën e lëndëve ushqyese në të, duke e bërë atë një zgjidhje të përshtatshme për një vak të shpejtë dhe të shëndetshëm. Vezët e ziera janë të pasur me proteinë të cilësisë së lartë, përmbajnë aminoacide thelbësore që nevojiten trupit dhe rikuperimin optimal. Ato janë burimi shkëlqyer i vitaminës, stimulojnë prodhimin e energjisë dhe mbështesin shëndetin e kockave. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.